Dhe më në fund, u bindën që duhet kalojnë në mbrojtje. Tash do ripyetje, do njëri, po kja demi, më ripyetje. Mirë, kush do drejtoj këtë betejë, këtë mbrojtje? Se të tjerë do shpërndajnë, po këtë këmë. Unë thëmë, shefi shtabi, Bislimi. S'foli Bislimi, që dakord. Po këtha luftën kush do drejtoj? Shefi shtabi. Si të? Edhe betejën e luftën, po ndaj na ka furnizuar Gjermania, i thash, që kemi aparat në mjetet e komunikimit. Edhe si të jesh këtu, si të jesh në Drenica, si të jesh edhe në Prekazës, njësoj drejtoj lufta. Edhe Bislimi tha, dakord, tha, po unë dua me vete, tha, Drinin dhe shpëtimin. U krya një shtab operativ. Tani, herë parë një veçori e tillë që të kryet një shtab operativ, i cili del mbi shtabin e përgjithshëm. Vedër komand, sepse do t'imi gjë. Në Kosovë, pas i NATO luft, kemi 2 luftra. NATO lufton kundër Serbisë, Serbia lufton kundër neve. Rasti rrallë që ndodhin kështu. Sepse ndodhi këndo, në base do kemi këndo të shpjegojmë. Dhe, dakord, u vendos të edhe ndajtëm, pasi u mblodhëm, u mvorë kështu, atëherë i ndam, kush do vej në shpilan zonë, operative në filin ndanë shtabin e përgjithshëm dhe në antarët e shtabin e përgjithshëm pranë zonave operative, të cilët atje do mirën detyrat si që do ipim neve nga me faksi, ose me radio. Edhe kështu i organizohëm betejën mbrojtëse, 12 ditë, neve ishim fillimisht 6.000 veta, pastaj u fuqizuam në erdhe 2.000 forca nga zonat para operative, pastaj në erdhi populli. Unë e dhja teorikisht që lufta popullore. Ati e pash. Edhe fëmijët jetësi në këmbë, vinë në fëshin, po kështë të bëj. Nuk ju dinin pushkët që ju jepnin njerëzve. S'kishin. Por një pjesë kishin fshehur armë dhe vinin me gjithë armën, edhe me çift. Dhe u bëm kati 10.000. Nga 6.000 ishim, u bëm 10 a 11.000 veta. I përballuam 15.000 forca që na sulmuan. 2 brigate këmbësorie, gati një divizion. Na sulmoi. 12 ditë dhe më në fund, u troqe me erdhëm në mal të Berishës. Atje ku kishim shtabin e përgjithshëm. Dhe institucioni që edhe Radio Kosova Lirë, që edhe Agjencia Kosova Press. Dhe u mblodhëm në shtab përgjithshëm. Kur vam atje, neve si thash, bam 10-11.000 forca, erdhen në rreth 150.000 banor, bashkë me ne u troqen gjithë këto 100 fshatër, që ishin fillimisht brenda perimetrit mbrojtjes, erdhen me ne, u troqen bashkë me ne në popullsia. Dhe ishte të binde një predh, vriste 100 veta, një predh artillerie. Ama kishim 2 ditë pa ngrënë bukë. Por interesant, në kohë lufta bëka dhe dimrat më dha. Nuk pushoj shiu 1 sekond, të 12 ditët. Edhe herë borë e herë shi. Dhe ishim të requr atë ditë në këmbë duke luftuar vazhdimisht, një të reqje shumë e organizuar, me luftime, me kundërsulme, të riku kundërsulmo, dhe populli kishtë marrë me vetëm plasmase, asnjë tjetër. Unë vajta të haja një pashet në kuzhinë. Dhe kur dolen në pasheta, vjen një ushtari më thot, haj se të kërkon shefi në mbledhje, se kemi filluar mbledhjen. Tani kishin ardhur gjithë komandantë të brigadave të zonës së parë operative. Komandanti i zonës Tahir Sinani, që ishte nga tropoja dhe ai oficer, ai merrej me sigurimin e mbrojtjes, vizë mbrojtjes. Edhe Kadri Veseli, edhe Recep Selimi. Nuk i gjeta në këtë mbledhje do bëjmë tash në shtab përgjithshëm. Ku janë këta, u thash, janë duke organizuar mbrojtjen. Edhe vajta unë aty. Po kur veja, dëgjova një bisedë fëmije që i thoshte nënës. E kam shkruar këtë. Qanë sërbet? Armiqta më keqë. Ndalova. Po si të bëjmë? Ka dalë babi bashkë me shokët. Do i vrasim sërbet. Sa rojtë.
vajta, gjithë dhomat i kishin zënë nënat me fëmijë. Dhe ne mbledhja bëj në korridorin e kësaj dhome, shtabit operativ. Dhe kemi një sop tubi kishte nxjerrë nga dritarja e korridorit, edhe mua më ulën pranë sopës që thasha prapë, se isha i lagur. Dhe sa ula dëgjoj që Drini, që kishte qenë komandant i zonës së parë operative, tani e kishte zëvendësuar Tahir Sinani, e njifte kishte një vit komandant i kësaj zone, e njifte mrekulli me pëllëm, se edhe djalë vëndi që, edhe komandant luft kishte 2 vjet që luftonte. Kishte qenë oficer në luftën e Kroasis, jashtëzakonisht djalë i mirë, zotëroja 4 jutuaja, dhe mua më thoshte, kam një ëndër, vetëm të jem 6 muaj në Akademinë e Shqipërisë, që ta mësoj terminologjinë ushtarake shqip, se e di vetëm sërbisht. Edhe vranë mbas luftës. A ishte Flori, djalë Flori. Dhe kur mbaruan se diskutuari, unë akoma s'kisha folur, u ngrit kjo dhe tha, vije pare mbrojtës do kaloj këtu. E u jepte me emra. Vije ditë këtu, komandantët brigatave. Dakor. Ka në i pjete nga ta, u thash, Bislimi? Jo, thanë, kamoni, thash, pse me thëritët? O, këta Shqipëris luftoj me superfuqit, më vëlla. Për e në veri. Ta djojmë. I thash dhe jo, do kalojmë në mbrojtje. Po, thanë, ne sot në mbrojtje, që na kanë ardhur mbi 100.000 qytetarë, dhe një bombë, një predh artillerie të bjerë në vrasë 100 veta, po si, do të qajmë rrethimin sonde. Një nga ta komandant të brigadave, të zonës të parë që kështë radi, o, Shqipni, i ke kryt në vete? I thash që kam kryt në vete. Edhe u shpjegova këta, që ne pa qëndruam nesër, Serbia do filloj me artilleri, dhe do filloj vetë pa shenjë, vetëm të idhen predhat këtu, që të zhdukemi, se Serbia dojë të zhdukemi, në më thash. Jo të ikim në Shqipëri, po të zhdukemi, mos jetë gjallë. Po si duhet kalojmë se s'bën sonde. Fillom debatet. Bislimi e shikoja në me mikë që e pranonde. E pranonde logjika. Edhe nuk ndërinte. Po debata me këta, më thot njëri nga ta mua, po ka dalë lumi Mirush. Se u thash, ku ta shem rrethimin, ande nga erdhën. Tha, po ka dalë lumi Mirush, më tha mua, di, o Shqipni, ka dalë lumi dhe ka dalë në shtrati. Nga e di. E më tha, na i fshat ati, i e larë në lumë ti? Që s'kam larë, tha? Do me thënë e jenë në rumi, ati ku njështë një vahet ati do kalim. Ku është vau ati do kalim? Po se një ti kush do kalim, unë i thash që vi nga Shqipëria, jam bila gojnë, se së të bëjë, po e të thënë kështu, me ashpërsi, jo, me qësi si shkasim këtu. Edhe pranuan, edhe atëre, Bislimi tha, dakor, do qajmë rrethimin. Ngrije Drini, thot, do bëjmë dhe i manovër tjetër, që do bëjmë si kur do sulmojmë edhe nga jugu, edhe nga veriu. Këtë do organizoj unë, që sërbet të tërhiqin vëmendjen dhe ne të kalojmë këtu. Do bëni të operacion diversiv. Po, diversiv. Dhe jo, i përgatitëm, tharita, thash, i thoni intendentit vi këtu, erdhi intendenti. I thash, kemi municion të japim me nga 3 komplete luftarake, këtëri do kalojnë, se do kalojnë 2.000 forca më darë. Kemi, tha. Kemi fishek gjyrmërinës, blind shpus gjyrmërinës, kemi. U a jep do të gjithë fishekët blind shpus gjyrmërinës, u a jep, tha. Sa ko do, brenda orës i furnizojnë të 2.000, mrekulli. E tha, tani, u bën kjo punë, u bën gati, gjithë erdhë, u caktuajnë forca do kaloni. Dhe jo, filloj nga ora 1 natë, kalimi, se u diskutua dhe kjo marrësh pëllëm e tanke, pëllëm e autoblinda, Lugina. U thash dhe joni, sërbët ja ka këput gjumit në për tanke dhe autoblinda. Presin me njezin, kanë ndezër dhe motorin dhe ngrohen. Do kalojmë në për tanke dhe autoblinda pa me rak fare, vetëm mos bëni zhurë. Kaluan në tanke, kaluan lumin dhe vetëm 2 ushtarë ra u mbytën. Dhe sërbët se daluan fare. Dhe kur dolin matan, ishte breg, ishte pyllnaj me dushje, dhe u vendos, 2.000 forca këte do hapin zjarë, se thamë se mos sulmoni vetëm me zjarë, do të shajmë rrethimin vetëm me zjarë. Dhe me zjarë gjumrenës, fishek gjumrenës, dhe në orën 4 të mëngjesit,
ata në dha sinjalin që e kemi zënë pozicionet. Edhe ose raketa shedhën që kishim caktuar ne. Ose raketa dhe të dy palët filloi zjarri nga dy anët. Serbët u shmenden. Ata dini që s'kishte në mbrapa tyre s'kishte UÇK. Nga dolën këta. Dhe jo, nuk kur bëjmë festa neve, që edhe fishek zjarët, nuk ndryqohet Tirana. Nuk ndryqohet Tirana si që ndryqohet ajo luginë, se vetëm fishek Gjurmërinës ishte ditë, u bën ata ditë. Pas gjysmë u ndezën motorat dhe ikën tanket. Ikën ato blindat, hap rruga. Populli u ngritë këmbë, që këtu. Dhe kaluan, dhe ikën për fshatrat e tyre. Kështu çfarë themi, këtu mori fund operacioni Patkoj, sepse ata donin të azisojnë UÇK-n, sa azisojnë. Formacion se ne shtabi UÇK-s ishim atë ditë. Nuk edhe kështu fituam. Kolonel, vim tek pika që kanë ndezur edhe debatet në publik sot. Juve keni parë krime të UÇK-s, urdhra për vrasjet, sapo përmendet që 2 ju dolën nga bagazhi spiun. Keni parë që kanë dhënë urdhra këta komandant për vrasje spionësh? Duhet kemi një gjë parasysh. Se ne po ngatrojmë luftën në fakt me shfaqje baleti, po. Unë u thash, ishim 13 antarë shtabillishëm, 8 ishin oficera, karrieri, 5 ishin intelektual. Çdo vendim merrej në mënyrë kolegiale. As Bislimi s'ka dhënë kur urdhër në kokë të tij pa konsultuar me ne, as unë dhe as Drini, që ishim zëvendës atë ditë. Çdo gjë merrej me vendim kolegial. Dhe vendimet janë bërë, në këto vendime as Hashimi s'ka qenë asnjëherë, asnjë antar tjetër i drejtorisë politike s'ka qenë prezent në marrjen e këtyre vendimeve, prandaj gjyqi në Hagë është gjyq politik. Sepse merret vetëm drejtoria politike. Dhe Kadri Veseli që ishte dhe antari i drejtorisë politike, që për të zbuluar armikun, dhe ky votonte, por nuk ishte mendime ky se çdo vendim për dhënien e urdhrit, sepse nuk ishte specialist për punë. Ai kishte funksionin e vet. Ishim ne antarët e shtabit përgjithshëm, ne ushtarakët që i merrim këto vendime. Kështu dhe çdo gjë është protokolluar. Bile hapëm ditar veprim ushtarak. Aq më tepër duke pasur parasysh që ishit oficer dhe i dinit ligjet e Konventës Gjenevës. Sa faleminderit që më dorët këtë takim. Në Konventën e 2 të Gjenevës, të 12 gushit të vitit 1949, përcaktohet 4 pika. Në të gjitha lëvizjet për rezistencë, pranohen në qoftë se plotësojnë 4 kushte. E para, thot, të ketë një përgjegjës që të përgjigjet për varësit. E kishim, që shtabi bilishëm. E dyta, thot, të kenë një uniform dhe shenja dalluese nga largë. E kishim dhe uniforme dhe shenjën UÇK dalluese, se çdo ushtare kishte në cup. Edhe kishim kapele, edhe në cup, edhe në kapele. E treta, të mbajnë me armët hapur, të mos i mbajnë armët fshehur, të dalim kemi në krah. E katërta, thot, të zbatojnë rregullisht të gjitha traditat dhe zakonet e vendit. Dhe ne unë më vjen keq që zoti Rubin tha që s'ke rregull të ushtria. Bile nuk i falet zoti Rubin për një gjë. Gruaja e tij ishte një nga gazetarët më të shkëlqyera të CNN-it dhe dhe në Kosovë erdhi bashkë me Rubin dhe ajo kishte përvojë të jashtëzakonshme. Kam idenë që Rubin e thot më tepër në kontekstin që si ushtri nuk kishte një komunikim të çastit, të momentit. Jo, nuk e kisha atje. S'ka fajaj. Se këta që vajten janë në Hagë. Këta. Kanë thënë që s'kishim shtab përgjithshëm, ishin pavaru komandantë të zonave. Domethënë s'mbajmë në përgjithësin. Pra, më huan shtabin e përgjithshëm dhe që përveç që më huan shtabin e përgjithshëm. Ku janë dokumentat e shtabit përgjithshëm? Na i mori Kfori kur kthiem në Prishtinë. Dhe e di që i ktheu pas 3 muajsh, po unë në këtë periudhë vajta shefi kabinetit ministrit mbrojtjes si isha më në shtab përgjithshëm. Ku janë këto dokumenta? Dhe mbrojtja, ç'bën mbrojtja? Pse s'ja kërkon Kforit, se Kfori dhe po i ka kthyer, ka mbajt kopjet. Pse s'ja kërkon Kforit?
dokumentet e Berisëm. Çdo gjë është e protokolluar me orë, me datë, me minuta. Kush e dha urdhën? Nuk janë paraqitur në gjyq akoma. Më nuk gjen, i kërkova unë se as në arkivin e Kosovës. Pra të gjitha mbledhjet dhe shtabi të UÇK-s që Gjitha kanë qenë urdhët, me protokoll. Më dhe urdhët, jo mbledh vetëm mbledhje. Urdhët, merrim njoftim nga filan zonë, kemi këtë situatë, jepim urdhën neve, të bëhet kjo. Pra urdhët jepeshin 100 urdhë në ditë. Të gjitha protokolloheshin. Prandaj është gjyq politik dhe fajin e kanë vetë se për të lehtësuar si ja dhanë se nuk përgjigjeshin neve, domethënë nuk kishim autoritet ne të komandonim zonat dhe nuk na pjesë në komandat e zonave. Pra kjo është një, se thot një jurist francez, e thot bukur shumë, gjyqet janë pafundme kur të dy palët janë fajtore. Prokuroria është fajtore se niset me fashetemet e Serbisë. Këta janë fajtorë se nuk po marrin dokumentet e Berisëm. Që bën? Mund të ketë një hile këtu, ata të më falin. Mos vallësh bërë që ne të katërt e shkruam Kosovën? Sepse flasin ndryshe, kjo është një tradhti e madhe. Të humbasësh dokumentat e Shtetit Berisëm, nëse të shuhet lufta, s'ka pas luftë. Historia do dokumenta. S'do llafe. E vërtet, pra nuk ekzistojnë dokumentat. Juve thoni që ka pasur dëshmi dhe ka pasur proces verbale. Dhe gjyqet janë bërë me protokoll. Dhe drejtorisë juridike të Shtetit Berisëm erdhi edhe në betejën tonë, në betejën mbrojtëse që bëm 12 ditë. Një Sokol Dobruna. Dhe ai në një gjyq më ka marrë dhe mua. Në një gjyq që për robërit që ka për robër sërb. Dhe ka majtë për kuriozitet, jo për të parë. Kishim 4 ushtar sërb, ardhë rezervist nga Beogradi. U dha dhe telefonin për të folur me familjen. Të flisin me familjen. Dhe këta thonë kemë bërë krime. Dhe duhet dhe një gjë, që në qoftë se janë vrarë sërbë, të gjithë sërbët e vrarë nga UÇK janë mbas luftën, në qoftë se janë vrarë, janë të moshës mbi 30 vjeç. Dhe asnjë femër nuk thuhet që janë vrarë dhe një femër. Domethënë se janë këta që kanë bërë krime dhe mund të ketë vrarë X dhe Y që ka vrarë nënën, baban, vëllain, motrën. Sepse këto dëshmi nxjerr sepse Serbia ka çuar një dosje me 62.000 faqe në Hag. Dhe mbështeten vetëm te dosja e kësaj dhe të dëshmitarët e fshehtë shqiptar. Prandaj gjyqi është i padrejtë. Është gjyq politik. Këta s'ka as dokument. Dhe gafatjet që bën këmbë, i morën vetëm avokat mbrojtës të huaj. Si s'morën një avokat mbrojtës nga Kosova? Që thotë ku janë dokumentat? Se ushtria është kështu. Atëherë, si shpjegohet që nuk është thirrur asnjë nga antarët e shtabit të përgjithshëm dëshmitar në Hag? Sepse këta kanë thënë s'ka ekzistuar shtabi i përgjithshëm. Dhe Beslimi Sirapi që e thirrën, e kishin nga këta do në dëshmitë e tyre, në fjalën e tyre, mund ta kenë thënë që di Beslimi. Dhe kur vajti Beslimi, e dha gjyqi që i hapur, edhe i tha prokurori, gjykatësi, i tha kujdes. E shoh që ka ardhur pa avokat, duhet të vijë me avokat. Kujdes, se nga dëshmitar mund të kthesh i pandeu. Edhe ai foli se 2 orë, domat, foli mrekulli, ja pranuan gjithë iku Beslimi. Është në Kosovë. Po Beslimi ka qenë, dhe do thëmë me një tjetër, nga janari vitin 1999, derisa mbaroi lufta, të gjithë këta të drejtues politike s'kanë ekzistuar në Kosovë. Dhe kur u kthye Hashimi, ishte kthyer në 12 prill, po tani nuk ishte më drejtori i drejtues politike, ishte kryeministër. Dhe kryeministri do urdhonte tani vetëm ushtar. Dhe ne i raportonim kryeministrit, dhe erdhi vajte në fshat tjetër të shtimjes. Pa Hashimi nuk ka pasur asnjë rol në drejtimin operativ aq më tepër të zbulimit. Jo, që duhet dim dhe një gjë. Shtabi i përgjithshëm i Shtetit Shqiptar të Kosovës mund të jetë rast unikat në botë që ishte dhe institucion politik edhe institucion ushtarak. Pse e them këtë? LPK-ja, që mburen sot, që ne bëjmë luftën, që me kuqe me maç që në gjithë në Evropë,
Dhe nuk erdhi asnjë nga ata të drejtojnë në luftën në Kosovë. Dhe ne u detyrua UÇK-ja ndaj ngritit drejtorin politike. Këta të drejtorës politike nuk ka si të rinë në shtab, do vënë të mbarin popull, ndaj pjesëmarrja në popull në UÇK është e pakët, se nuk pati asnjë organizat bazë partie të LPK-s në një fshat të Kosovës. Jo më në batalionet tona sishte. Dhe këta, që po të thërasin, çdo antar i shtabit do thotë, po Maruq, si kemi në mbledhje, si kemi parë ndonjëherë, se si kemi parë në mbledhje. Kjo është nonsens i më i madh. Dhe aty që ka bërë shtabi i brendshëm, ai ngriti gjithë popullin në këmbë. Dhe e ktheu nga ushtrisë shqiptare, nga luftë shqiptare në kryengritje të armatosur. Nuk ka ndodhur në asnjë kryengritje. Unë jam një nga studiuesit e artit ushtarak, botëror. Parasysh sepse isha 10 vjet pedagog i artit ushtarak në Akademinë e Shtabit të Brendshëm. Dhe ma kërkonte puna. Dhe mësova, lexova më shumë se ç'të jam. Edhe pse kisha bërë gjithë akademinë. Të jetë një shtab i brendshëm, të kryejë dhe rolin e udhëheqjes politike të vendit dhe të ushtrisë, dhe të drejtojë dhe të komandojë dhe ushtrinë, nuk zbesoj të ketë ushtri të botës. Dhe në vend të shpalli një shembull i pashëmëll në historinë botërore të luftave botërore, duan ta nxjerrin ushtrit terrorist. Dhe do të them një gjë tjetër. Kur erdhëm që bën bisedimet me KFOR-in, me NATO-n, për demilitarizimin e UÇK-s, mua më thanë ti do mbash vetëm protokollin. Do diskutonte Hashimi, Jakub Krasniqi dhe Agim Çeku, sepse Besim Zyrapi ka qenë një vitërie shefi i shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës nga qershori 98-s deri në 26 prill të 99-s. Në 26 prill duke gdhirë mëngjes erdhi për të drejtuar operacionin Shijeta nga Shqipëria. Dhe në datën 28 prill u emërua Agim Çeku shef shtabi. Të 99-s. Dhe Besim Zyrapi nuk ishte prezent kur bëm bisedimet me NATO. Dhe generali anglez Jackson kam parë diçka që nuk e kam parë të asnjë politikan shqiptar. Nuk kam qenë me të hojt. Por kur ne e kundërshtonim për çështjen, sepse do të thonë diçka tjetër. Ai një di, kur ne e kundërshtonim, ai merrte rezultatën 2024 ja bënte këtë kam Bibëlun. Unë që ndoj kësaj, e keni firmos vetë, tha në një moment, në ramuje që të qarmatosë të UÇK-ja. Si, se ne s'ta kishin thënë që do të qarmatosë të UÇK-ja. S'ta kishin dërguar këta. Prandaj Demashi dha drejtje, se u tha tradhtar, dhe këta i thanë tani tradhtar Demashi të më ta. Dhe u ngrit një komandant i zonës parë operative, Samil Ushtaku. U ngrit në vendi dhe vajte kapi Hashimin. Hashim s'ta ke dërguar ne. Torthkini. Edhe vajte ul. Dhe kur filluam të kundërshtonin, ai generali anglez Jackson, general me 3 yje i NATO-s, ai kishte një ushtarak në kratë majt, një civil në kratë djathtë, dhe kur neve i bënim pyetje ose propozime që nuk ishin simbas rezolutës, ai thoshte të pyes çikta se janë më të mençur se mua. Mblidheshin, dilin para dhe flisë me zotullet dhe pastaj na jepte përgjigjen. Nuk e kam parë ta bëj kush këtë në politikanët tanë, që të pyes këshilltarin. Këshilltari pas kam të çuar kafen, këta tanë, nuk kam për të marrë mendën. Dhe në një moment dolëm pushim se debatet bëshin tashmë. Dolëm pushim edhe u thomun këtyre, se një ditë na thoshte Bibël, kam Biblën unë. I thom Hashimit të këtyre, mëre, po sikur ti propozojmë që ushtria shqiptare e Kosovës të transformohet në gardë kombëtare e Kosovës, si garda kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Si është garda kombëtare? Dhe u thash, garda kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës është një ushtri me shërbimit të detyrueshëm. E ka shërbimin 3 vjeçar. Është mbi 200.000 forca, ndarë në disa divizion. Kjo gardë ka në jurisdiksionin e saj, në kontrollin e saj, doganat. E gjithë Amerikës ka garda kombëtare.
Ka dhe transportin lumor edhe transportin detar. Neve na duhet vetëm doganat. S'kemi dete ne, as lumej. Shumë mirë, bizet o, të ngrëm, dakord. Më futëm, ngërë dorën Hashimi dhe i thot, mirë, kemi propozim tjetër, ta kthejmë cigarda kombëtare e Amerikës. Të pyes këta, të flas me këta shokët thaj, foli me ta, se shpoj së dëgjuam. Mori telefonin dorën dhe doli jashtë. Foli nga 4-5 minuta, u kthye, u ul, edhe mirë, të shtohet pikë me vete. Dhe u shtua pikë me vete. Mbaruam, kjo është dita e parë. Vazhdoj dita e dytë, në ditën e dytë, erdhi Rubini. Dhe mbaruam bisedimet me gjithë shokjen, e kishë gazetare, të shokjen. Bile erdhe dhe në zyrat që ishim nesë, bile ja bëjnë një fshat tjetër, në shtab. Do në qikonin këtë vëndin nga drejtori lufta. U bepasojnë dhe një shpi fshati, me 2 dhome në kushin. Edhe, ikën ata, mbas një 4-5 orësh, na vjen, me thonë marrin mua, sepse rria unë në telefonin satelitor, sepse mbaja bashkëpunimi me NATO. Domethë kishë në datën 24 që filluan bombardimet, mua më caktuan të mbaja bashkëpunimi me NATO. Dhe Sean Burns, që kryetari i vëzhguesve ndërkombëtar në Kosovë, kishte vajtur në Kumanov. Dhe ai na merr në datën 23 mars, në orën 5 mbasdite, bie telefoni satelitor. Neve kishim vajtur, tani organizuam betejën mbrojtëse në zonën paraoperative. Dhe bie telefoni, Sean Burnsin telefon. Dhe na thot, prisnin telefon se dikush do të marri. Dhe na merr Ram Kuca, shefi shikut toni nga i prefekturës të Kukësit. Po. Ram Kuca dhe filloi të flisë Bislimi me dhe. Dhe mirë po, Bislimi të shti se u njoftuam që në sonde NATO do filloi bombardimet. Bislimi u presionua tani NATO-ja të bashkëpunojë me Bislimin. Edhe kur filloi Rama të fliste, tha mërë, kush i kupton mirë këta të Shqipërisë se këta flasin shpejt. Harojnë që kishë mua, që thot ai shikosi, shpëtimi, unë na shpëtim falë. E mora unë, më tha, edhe me shpjegoj me detaje. Pasi mbaroj që dhe në porosia, bie prap telefoni Sean Burns dhe me thot mua. Tani që në këtë moment me thot mua Bislimi, do bashkëpunimi me NATO. Se falë që ne në shkollë Stërmbej na mëson anglishtën. Se dëgju mësonim neve, 2 armikë kryesor, Rusin dhe Amerikën. Me disë të tjera me thot. Kur neve do thomi që të ngrihet aviacioni dhe vendin ku do godasi, forcat tuaja do të largoni jo më pak se 2000 metra larg, sepse mund të dëmtojë. Kishin frikë zjarrin mik. Po, e dyta. Edhe e fundit që më tha, ky parasysh. Neve do të njoftojmë 5 minuta përpara se të ngrihet aviacioni i radhës. Kur të thomi që e ka radhën aviacioni francez, mos na jep të dhëna. Dhe më thënë, historia me francezët është e vjetër, si që doli... E thotë e në verin ditarën e tij. Po. Po ç'është kjo punë me Francën? Pse na urre nga shumë? Edhe legionin e parë të huaj francez që krijoi me shqiptar. Kolonel, mbas fillimit të bombardimeve të NATO-s... Jo, do të më falësh. Na erdhi faksi që neve ta firmoste Hashimi, ta lexonte. Dhe unë shikoja në faks, nuk më doli që hequr pika të kthehet në gardë kombëtare. Dhe vajta i thomi gjeta duke pirë çaj këta. I thash Hashim, nuk e kanë hequr këtë pikë. Ashtu? Hashimi ja treguar bor. Banu faks. E thua ju, nuk e firmosim, po së vendos këtë pikë. Vajta, e mora atë vajzën që kishim kompjuteriste, e përpilova, e vorem, ja çova Hashimit, e hodhi firmën, edhe e futëm në faks dhe u dërguam, ata që në Prishtinë. Pas 2 orësh na vjen faksi, të na falni, ka gabuar ushtari. Dhe na dërguan me njëherë faksin me që kishte në këtë pjesë. E dërguam rregull. Të nesër në mëngjes na marrin Hashimin, i dërgojnë një helikopter dhe marrin Hashimin dhe agim çekun çojnë në Prishtinë. Dhe atje e ka firmosur. Mirë, po ai ka firmosur Hashimin, nuk e ka këtë pikë. S'është. S'është.
Sepse Interesante mungesa e këtyre dokumentave që në fakt dokumentojnë gjithë përfundimtarinë. Ku është protokolli i ka mbajtur unë? Është mbi 40 faqe protokoll. 2 dytërisht. Dhe unë për fatmirë shkoj shpejt. Dhe shkrimin tim se lexon kush. Po. Kolonel, unë ju falenderoj për bisedën. Faleminderit dhe juve që më thëritët. Ti e kishe peng që të flisnje për pozicionin e UÇK-s në raport me krimet e luftës që e akuzojnë dhe dëshmia juaj është një dëshmi e dorës parë. Është shumë interesante kjo që ju sapo thatë që janë zhdukur dokumentet e shtabit të përgjithshëm. Ndoshta ka një strategji për t'i dënuar me se s'bën këta njerëz. Po, është menduar herët për këto si duket. Sepse edhe dokumentat e LPK-s që thonë kemi dërguar nuk kanë botuar. Pse si votojnë? Në qartë. Kurse ne jemi dëshmitar që në 1960 janë botuar gjitha dokumentat e shtetit të përgjithshëm. E gjitha dokumentat e Partisë Komuniste dhe Partisë Punës. Gjatë luftës. Ajo është historia. E vërtet është. Shumë faleminderit që ishit sot me mua. Faleminderit që më dhatë këtë mundësi që të them të vërtetën se ata janë pa fajshëm. Për këto gjëra, fajin kanë për këto dokumentat, po për luftën ata s'kan asnjë faj. Çfarë kanë që ju kanë zhdukur dokumentat të tjerët? Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.